Një ngjarje e rëndë kriminale është parandaluar në qytetin e Shkodrës, ndërsa është arrestuar në flagrancë personi përgjegjës. Burimet policore bëjnë me dije se nga konfliktet e vazhdueshme në fshatin Bërdic, në aksin rrugor Shkodër-Velipoj, Anton Preçi i ka prerë me qëllim rrugën me automatin e tij tip Volkswagen me targ AA 730 MH, 54 vjeçarit me inicialet ND banues në Bërdic, i cili po udhtonte me automatin e tij tip Fiat. Më pas, Anton Preçi është larguar nga vendi i ngjarjes dhe ka shkuar përpara banesës së këtij shtetasi dhe ka qelluar në ajër me armë zjarri Kalashnikov, ku më pas është larguar. Për parandalimin e përshkallëzimit të këtij konflikti, shërbimet e policisë në mënyrë të menjëhershme kanë shkuar në vend ngjarje dhe pasi janë vënë në ndjekje të autorit, bën të mundur arrestimin e flagrancë të shtetasit Anton Preçi, 35 vjeç banues në Bërdic. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2 gjoja model 56 kalibër 7.62 mm. Materialet tashmë i kanë kaluar prokurorisë rreth gjyqësor të Shkodrës për veprën penale të prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe municionit, prishje e qetësisë publike, kanosje dhe shkatërimi pronës.